Po vazhdoj me shumë intensitet me thonë drejtën këtë ditë edhe ju që qëndroni tani në për fusha me familje tuaja, futuni në YouTube sepse keni sot lajme për të dëgjuar o Zoti i Madh. Do të ndalojmë pak te Rozana Radi, një diçka që më ra në sy në Pardon My Friend, që ftuar për herë të parë për të dhënë ekskluzivitetin e saj pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Rozana tregoi një gjë të detajuar që në fakt nuk e ka fol fare në Big Brother, që e ruanin që nuk njihen, që nuk takohen, që ishin takuar vetëm një herë për kafe, me një komshit lagjes, së bashku me Laertin. Rozana e la të kuptuar që me Laertin ka patur një super afrimitet dhe fatkeqësisht na ka ngënyer në Big Brother për qëndrimet e tyre. Dhe unë këtë gjën e kam përmbledhur në një shkrim. Po çka ka ndodhur me Rebekën? E dini kush është Rebeka? Është nëna e Laertit. Do t'i japin Instagram Rebekës, do bëhet influencere. Dhe në lajmi i fundit, Rebeka bëhet influencere. Nëna Rebeka është nëna më e famshme në Tiranë nga fakti sa ga Paola Erti. Në një rrëfim të sinqert dhe pa doreshka, Rozana Radi, këngëtarja, autorja dhe ish banore Big Brother VIP Albania 4, ka zbuluar detaje të interesante nga jeta e saj personale, marrëdhëniet e afërta me emra të njohur të artit dhe përjetime të forta që kaloi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në një intervistë ku su përmbajt as pak, Rozana pranoi se ndjen një afrimitet të veçantë dhe ka ndjer një afrimitet më herët me aktorin e njohur Laert Vasilin, me të cilin, siç thot ajo me humor, jetojnë në të njëjtin pallat. Sipas saj, kjo afërsi ka ndihmuar që të ndërtojë një miqësi të sinqertë dhe të veçantë. Do me thënë, nga ajo që Rozana thonte brenda shtëpisë, jashtë janë perfekt, e kanë patur një lloj strategjie ndoshta. Tani ne kështu do ta mendojmë. E kanë bë muhabet që nga jashtë, i ka thonë Laerti që brenda shtëpisë Big Brotherit do luajmë këtë lojën dhe unë ja jap dorën Rozanës. Është stratege, doli me strategji dhe po vepron me strategji. Unë dhe Laerti kemi një lidhje shumë të mirë si njerëz që e vlerësojmë njëri tjetrin për atë që jemi. Jetojmë në të njëjtin pallat, ndaj është e pashmangshme që të kemi afrimitet dhe komunikim të përditshëm. Ai është një artist i jashtëzakonshëm dhe unë e çmoj shumë. Të paktën kështu e la të kuptohet Rozanës, pse nuk e tha me këto fjalët, po kështu e la të kuptohet, siç e kam zbërthyer unë. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen ishte përmendja e Rebekës, nënës së Laertit, për të cilën Rozana me të qeshur zbuloi një plan të veçantë. Tani duam t'i japim një Instagram Rebekës, mamas së Laertit, është një grua që ka shumë stil dhe energji, do shikoni do të nisë të merret me sponsorime dhe bashkëpunime, e kam shumë për zemër. Do me thënë, Rozana Radi tregoi që nënën e Laertit e ka shumë për zemër dhe nën Rebeka do të ketë një Instagram që besoj pastaj do ta kontrolloj unë, Rebeka Vasili, për ta bërë edhe follow. Pavarësisht debatit që shpesh Rozana Radi në qëndrimet e saj, do me thënë tani u pyet Rozana nga moderatorët për gjestin, për fitoren e gjestit, dhe pavarësisht debatit që ka shprehur dhe ka krijuar Rozana me qëndrimet e saj të forta, ajo nuk kurseu asnjë fjalë të mirë për fituesin e Big Brother VIP 4 gjestin, duke e quajtur atë një djalë që dha shpirtin për atë lojë. Gjesti e meritonte me gjithë shpirt, thot Rozana. Ai dha veten e tij pa filtra, pa kalkulime. Ishte ai në çdo hap. Mendoj se është shumë bukur që bëri e fitoi. E ndjeva si triumf të sinqert dhe ndoshta edhe të atyre që nuk din të luajnë për kamera. Nuk më kuptuan sepse njerëzit nuk durojnë dot të vërtetën. Pastaj kur u pyet për gjestin, që ti komentoj në detaje, për gjestin Rozana tha që gjesti e meritonte më shumë se çdo kush Big Brotherin sepse dha shpirt dhe më pëlqen kur banorët e pranojnë, ka bërë nami gjesti. Por nga ana tjetër, Rozana tha që sinqeriteti që kisha unë, vlera që kisha unë, njeriu që kisha unë, nuk kuptoheshte në asnjë mënyrë. Por Rozana nuk e fsheu zhgënjimin për mënyrën se si u perceptua nga publiku. E drejt për drejt si gjithmonë, ajo deklaroi se ndonjëherë të qenit i vërtet nuk përkthehet në pëlqyeshmëri. Mua nuk më kuptuan sepse kanë folur të vërtetën dhe kur e bën këtë të quajnë arrogante, e keqe pa ndjeshmëri.
por unë nuk kam luajtur asnjë rol, kam qenë unë, Rozana Radi me plot kuptimin e fjalës. Ata që më njohin jashtë e dinë që nuk kam dy fytyra. Aty brenda kishte shumë banor të pashkolluar që nuk dinin si diskutohet me dinjitet, ndaj shpesh e kthej kohën pas edhe them nuk bëra asnjë gabim. Kur u pyet nëse do të provonte sërish një eksperiencë të tillë, Rozana buzëqeshi dhe tha pa hezitim: "Po do ta ribëja sërish, ishte një eksperiencë që më sfidoi, më lodhi, më preku në thelb, por edhe më mësoi shumë. E vërteta është që edhe Qiran na e kishin paguar për 4 muaj, kështu që ishte një lehtësim i mirë", shtoi me humorin karakteristik. Një Rozan më e lirë, më e qartë dhe më e lumtur? A? Si mendoni, është kështu? Unë mendoj që po. Sot Rozana Radi duket më në paqe me veten dhe me gjithë eksperiencat e jetës. Ajo nuk ka nevojë për të krijuar një imazh, është thjesht vetvetja, me një karrierë të gjatë në muzikë, projekte televizive dhe një zë që nuk hesht kur bëhet fjalë për padrejtësi. Ajo vazhdon të jetë një nga figurat më të drejtpërdrejta dhe të pashoqet e ekranit shqiptar. Në fund të ditës, mes marrëdhënieve të përfolura, eksperiencave të Big Brotherit dhe planeve të influencerizmit të Rebekës, Rozana Radi mbeti një zë rebel, një grua e lirë dhe një artiste që i thot gjëra troç, pa frikë dhe pa filtra në botën roz. Kjo është Rozana Radi dhe jo më kote ka emrin Rozana. Do të thënë prindërit e saj ja kanë lënë emrin Rozana, për faktin sepse Rozana është fiks një gotë roz dhe di të bëj gjëra të bukura. Që ta përmbledhim, domethënë si komentim, Rozana Radi ishte shumë e lumtur për këtë eksperiencë. U pyet nga moderatorët në qoftë se do ta ribëje Big Brother 5-ën, Rozana Radi tha do ta ribëja edhe 100 herë. Edhe 100 herë do ta ribëja Big Brotherin, sepse Big Brother më dha shumë të kuptoj për veten time, njoha njeriun tjetër brenda vetes time, jam unë kjo Rozana, gjithmonë kam luftuar dhe asnjëherë nuk u jam gëzuar çmimeve të mia të para për faktin sepse kam patur shumë armiq në rrethin tim që nuk më kanë lënë që unë të gëzohem çmimeve të mia, por në fund të ditës kam arritur të kuptoj që ky është personaliteti im, kjo është Rozana dhe unë mundem të arri dhe t'ja dal me maksimumin tim që të tregoj vërtetësinë dhe të vërtetën time. Këto ishin fjalët edhe rrëfimet e Rozanës, por njëkohësisht edhe qëndrimet e saj të lumtura për fitoren me gjestin.